Tani me që do të rifutesh Rozana, nëse bëhet një tjetër big le të themi me personazhe të cilët janë spikatur me në VIP All Stars. Mi thuaj një çik këdo doje të kishe bashkë udhëtar. Luizin patjetër. Okej. E kam, domethënë, ka qenë lojtari im I preferuar. Jul Dedën patjetër. Julin e marr. A do zihesh me Julin e marr? Po pse jo? Pse jo? Këdo kisha tjetër. Me Julin sa kafe ke pirë, ta sqaron tani që se mos dalë më mbrapa. Dreka e darka. Okej, domethënë. Me Julin Dreka e darka, patjetër Donaldin patjetër. Edhe Romeo se është mund të ishim në një edicion të dy, po. Jo se do kishit qarë shumë. Një lojtari vetëm. Një lojtari vetëm. Laertin patjetër. Po Laertin që do. Po jo, unë e marr gjithmonë me vete. S'ket komshiu. Nuk vjen komshiu. Nuk mikën, nuk më shkon kapja me Laertin. Okej, po interesant do ishte një big I tillë. Jo, po me Laertin do ishte një lojtar me vërtet. Por ndërkohë do loboja edhe për Bonën. Bona. Po Bonën do ta pusja nga mesi kur të shkëputesha unë me Laertin, ta bëja një banor të vetëm. Tani me Bonën flet, se mu duk pak në post si kështu. Sikur nuk po e kuptoja. Po shikoj, këto janë çuditshëm fare, ëh. Këta në post të thonë ja ka manipuluar manipulatoria. Nuk ka dalë asnjë klip që un kam manipuluar ndonjë gjë. Dhe mbaron Big Brotheri dhe të marrin telefon të nesme. Zemra do pim kafe. Domethënë deri këtu shkon hipokrizia. Nëse un pas kam qenë për ta manipulatore, shumica janë hipokrit. Po, hipokrit të mëdhenj. Shumë të mëdhenj. Domethënë I pas ke kursyer ca. Po s'ja kam hap fare telefonin, ja po të shohësh. Jo, në post Big Brother, I pas ke kursyer. Çfarë shkruan Laerti më qafsh? Shkote mesazhet e Laertit, jo, nuk kemi shkruar me Laertin, atë patjetër. Laerti. Kush është mesazhi I fundit Laertit? Nga do të pivat kafe. Kafen e pesë. Shiko tani që ta kuptosh. A ke çik farkosi komshiu? Shiko, mesazhi I fundit është me 16 dhjetor. Dhe më ka nisur Laert Vasili. Rozana të propozoj bukur I simpatike të dashuroj Të pos mjaftoj me zeja Do hanoj zemrën time Do miroj unë I vdekur Hanoj Rozanën time me zeja Do hanoj zemrën time Dhe këtë ta ka si Laerti, Të pa si Laerti Po, më ka thënë që ja kishte dërguar asaj vajzës që ka zemrën e zënë. A mendon se ishte një fat që kishit një tjetër se ishin pak a shumë një lloj stature të dy njerëz që nuk e kam pritur unë Laertin ashtu urt. Tjepër se zjarr. Më shdukur ndonjëherë sikur e pickoje fshehurazi. Nuk ka shastisur Laertin mua. E pickoje gjë? Laertin është më zjarr. Laerti? Pa. Unë shiko, kur unë e mora vesh se sigurisht Laerti ka dalë para meje. Dhe unë e pyeta Laert do hysh në Big, më tha mua kam disa projekte me teatrin, po kam përshtypjen që do hy. Dhe pastaj ma konfirmoi. Po ti më tha mua, unë e kisha vendosur. Nuk e di, thash. Dhe tani mendoja, thash, o bo, thash, tani hajde duro Laertin se Laerti është zjarr. Do ti Laerti ishte Laerti.